Surja El Gjathje, Mekkase, 37 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Hamim. Ha, Mim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Ky libër është shpallur prej Allahut, të plot fuqishmit dhe të urtit. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Me të vërtet, në qiej dhe në tokë ka shenja për ata që besojnë. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatin liqaumin yuqinun. Edhe në krijimin tuaj dhe të kafshëve të shpërndara nëpër tokë ka shenja për besimtarët e bindur. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Edhe në ndërrimin e natës dhe të ditës, edhe në ujin që Allahu e zbret nga qielli, duke gjallëruar nëpërmjet tij tokën e shkretuar, edhe në ndrrimin e erërave, ka shenja për njerëzit që mendojnë. Tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq, fabi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Këto janë shpalljet e Allahut, të cilat ne ti tregojmë ty me tërë të vërtetën. Atëherë, në çfarë fjalësh të tjera do të besojnë ata, nëse mohojnë Allahun dhe shenjat e tij? Wailul likulli affakin athim. Mjerë gjunaqari gënjeshtar. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Ai i dëgjon shpalljet e Allahut që i lexohen e përsëri ngulmon në mendje madhësi, sikur nuk i ka dëgjuar ato. I jepi lajmin për dënim të dhemshëm. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. E kur merr vesh diçka nga shpalljet tona, ai i përqesh. Për njerëz të tillë do të ketë dënim poshtërues. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Para tyre është xhehenemi, dhe nuk do t'u vijë në ndihmë asgjë nga ato që kanë fituar, apo nga ata idhuj që i kanë marrë për mbrojtës në vend të Allahut. Ata i pret mundim i madh. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Ky Kur'an është udhërrëfyes në rrugën e drejtë. Ata që nuk besojnë shpalljet e Zotit të tyre, do të vuajnë një mundim të madh të dhemshëm. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allahu
Është ai që ka nënshtruar për ju detin, që në për të, me urdhërin e tij, të lundrojnë anijet për të kërkuar dhuntit e tij dhe që ju të jeni mirënjohës. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ai ka vënë në shërbimin tuaj çka gjendet në qiej dhe në tokë. Të gjitha janë prej tij. Me të vërtetë, në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Thua ju besimtarve që t'i falin ata që nuk shpresojnë në ditët e Allahut, kështu që ai të shpërblej çdo popull sipas veprave të veta. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Kush bën mirë e ka për vete, e kush bën keq e bën kundër vetes. E në fund do të ktheheni të gjithë te Zoti juaj. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. Ne u dham bijve të Izraelit librin, pushtetin dhe profecin. Ne i begatuam ata me gjëra të mira dhe i ngritëm mbi të gjithë popujt e tjerë të asaj kohe. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Gjithashtu, ne u dham udhëzime të qarta mbi besimin, por ata u përçan. Atëherë kur u erdhi dituria, pasi patën fëmijë në mes tyre. Zoti yt, me siguri do t'i gjykojë ata në ditën e Kiametit për kundërshtit që patën. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Dhe tani, ne të kemi vendosur ty në rrugën e drejtë të fesë, andaj ndiqe atë dhe mos shko pas dëshirave të atyre që nuk dinë. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Ata nuk mund të të mbrojnë as pak nga zemrimi i Allahut. Pa dyshim, keqbërësit kanë për mbrojtës njëri tjetrin, kurse Allahu është mbrojtësi i atyre që i frikësohen atij e që ruhen nga gjunahet. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Ky Kur'an është tregues i qartë, udhërrëfyes dhe mëshirë për njerëzit që kanë besim të patundur. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم
sa'a ma yahkumun. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se ne do t'i bëjmë të njëjtë me ata që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira? Se jeta dhe vdekja e tyre do të jetë e njëjtë? Sa keq që gjykojnë ata. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Allahu I krijoi qiejt dhe tokën me qëllim të plot, në mënyrë që çdo njeri të jetë I shpërblyer për atë që ka punuar, e askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Mendo pak, kush përveç Allahut mund ta udhëzojë atë njeri që dëshirat e veta I ka bërë Zot? Atë njeri të cilin Allahu, duke e njohur për të tillë, e ka shpënë në humbje, duke ja vulosur dëgjimin dhe zemrën, e duke I vënë perde para syve të tij. A nuk po merrni vesh? وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Ata thonë, nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote. Vdesim e jetojmë dhe vetëm koha na shkatëron. Ata nuk kanë kur fare dienie për këtë. Ata vetëm hamendësojnë ashtu. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Kur atyre u lexohen shpalljet tona të qarta, argumenti I tyre I vetëm është: ringjallni të parët tan, nëse thoni të vërtetën. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Thua ju, Allahu ju a jep jetën, pastaj ju bën të vdisni, e mandej do t'ju tuboj në ditën e kiametit, e për këtë nuk ka kur far dyshimi, por shumica e njerëzve nuk e din. Walillahi mulku s-samawati wal-ard, wa yawma taqumu s-sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun. I Allahut është pushteti I qijeve dhe I tokës, e kur të arrijë ora e kiametit, atë ditë mohuesit do të humbasin. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Atëherë të gjithë popujt do t'i shohësh të gjunjëzuar. Çdo popull do të thirret në librin e vet e do t'i thuhet: sot do të shpërbleheni për atë që keni bërë. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق
Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ky është libri ynë që do t'ju tregoj të vërtetën. Ne I kemi urdhëruar engjëjt që të shkruajnë të gjitha që keni bërë. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Përsa u përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata do t'i pranoj Zoti I tyre në mëshirën e vet. Kjo është fitoria e lavdishme. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Ndërsa mohuesve do t'u thuhet: Vallë, a nuk ju janë lexuar shpalljet e mia? Por ju shfaqet mendje madhësi dhe u bët njerëz të këqinj. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Dhe kur juve ju thuhej, premtimi I Allahut është I vërtet, ora e kiametit, pa dyshim që do të vijë, ju thoshit: Ne nuk e dim që është ora e kiametit. Ne mendojmë se është vetëm një hamendje, prandaj nuk jemi të bindur. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Natyrisht, atyre do t'u dalin në shesh të këqijat që kanë bërë, e do t'u bjerë kokës ajo me të cilën talleshin. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Pastaj do t'u thuhet: Ne sot po ju braktisim në harres, ashtu siç e keni harruar ju takimin e kësaj dite. Vendqëndrimi juaj është zjarri dhe për ju nuk ka kur farë ndihmësi. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Ky dënim ju erdhi nga që I përqeshnit shpalljet e Allahut dhe u mashtruat nga jeta e kësaj bote. Atë ditë ata nuk do të nxirren nga zjarri e nuk do të pranohet prej tyre asnjë arsyetim. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Falenderimi I përket vetëm Allahut, Zotit të qijeve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ati I përket e tërë madhështia në qiej dhe në tokë. Ai është I plot fuqishmi dhe I urti.